E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet më të fundit dhe lëvizjet më të fundit. Do të ndalojmë tek protagonisti i cili në Big Brother ndërtoi identitetin e Big Brotherit. Do të thoni pse, sepse Luize Illi me zgjuarsinë e tij, me pozitivitetin e tij, me artin e tij, me energjinë e tij, me shpirtin e tij, me fisnikërinë e tij, ndërtoi një Big Brother më vete. Dhe që atëherë në Big Brother VIP Albania 2 publiku shqiptar u fasionua Eduard Trokitën dhe përqafuan rrugtimin e tij, përqafuan rrugën e artë të tij. Luizeli nuk e dëshpëroi publikun. Ai menjëherë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit, filloi të punon me një intensitet shumë të lartë. Këngë të bukura, hite të bukura, bashkëpunime të fuqishme që sot e kësaj dite kanë mbetur vath në vesh për publikun shqiptar. Ajo që nuk ndryshoi ndër vite për Luizelin është fama e tij. Por Kiara në Top Albania Radio, bashkëshortja e tij, pati thënë që Luizi po nisë një projekt të bukur, ku është regjizor veti atij projekti. Bëhet fjalë për një film dashurie, një film romantik, por normalisht edhe me ato thikat e veta të filmit, do të thënë një film me nuanca të ndryshme, do të vinte në tregun shqiptar nga Luizeli, ku rol kryesor do të kishte edhe Kiara Tito. Ne kemi patur fatin Kiarën ta ndjekim në këndin e aktores, ka qenë e shkëlqyer në Portokalli dhe vazhdon të ketë role të rëndësishme, por edhe në anën tjetër Luizeli ka treguar që është një super artist i lindur në shumë dimensione, sepse shkëlqeu në filmin i cili u punua në kuadër të dashurisë nga televizioni Top Channel me Olta Gixharin protagoniste. Por këtë herë Luizi ka postuar një fotografi që do të shfaqet pas meje. Ju tashmë e shikoni këtë fotografi të shfaqur, do me thënë bëhet fjalë për këtë fotografi që Luizi është duke regjistruar. Është në një makinë, ka hapur derën e makinës, i veshur me një xhup lëkure tashmë si në stinën e vjeshtës dhe siç duket po sjellën diçka. Tani, nga pamja e parë, unë do doja që të ishte filmi, do me thënë të kenë filluar regjistrimet e filmit. Edhe pse Luizi ka premtuar deri diku që deri në shkurt, ky filmi do të ishte gati. Por në anën tjetër, dyshimet janë të mëdha që mund të jetë edhe një videoklip kënge. Do të thënë Luizi punon me intensitet. Nëse është një fotografi e shkëputur nga një pjesë e filmit të Luizelit, atëherë do të jetë spektakolare. Do të thënë kemi të bëjmë me një film shumë të bukur, me një djalë Don Juan i cili shkon pas kësaj vajzës, mundohet t'ia merr zemrën, t'ia merr shpirtin, t'ia merr vëmendjen etj etj. Do të thënë marrëdhënia e Luizit dhe Kiarës ndoshta tashmë do të jetë e ilustruar jashtë, por ndoshta kemi të bëjmë edhe me ndonjë këngë dashurie që Luizeli do ta sjellën tani pikërisht në stinën e vjeshtës, në stinën në fakt ku i këndohet dashurisë. Unë doja të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju këtë fotografi dhe çfarë konkretisht fshihet pas kësaj fotografie që më pas unë me patjetër në ditët në vazhdim ta zbuloj vërtet se çfarë është kjo fotografi.